Janë do saga që nisin e mbarojnë. Po kjo është historie një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që jeni të shoqëruar me Klam Radio dhe me Koha Vizioni, po shpresojmë që keni pas ditën shumë suksesshme, keni kaluar shumë mirë. Urim Erianës që ju abonon se çfarë morra vesh për herë të tretë është fjala. Që të thon për herë treta. Ka bërë vajzë. E pas ka shtyë edhe pak për më dalme. Ato më janë nisë me numër më. Është bër mama e një vajzë, ka diçuna tash një vajzë. Mos ka bëve lëm pa motor. Mos e le pa motor atë. Po ndryshe. Një koment tipik. Ju që jeni në komunikacion mundeni më na dërgu foto, më na tregu ku janë pjesë më të ngarkuara, edhe po të njëjtën kohë nuk do të thonë që jeni komunikacion dhe kanë mos më përgjigj për temat që po i bojnë ase nuk janë po temat janë edhe për radio. Po, nuk ka shansa dikush mos me e gjet veten në pyetjet që i bojnë ana. Për shembull sot është domethënë tepër e thjeshtë. Sot thjesht kena me fol për mesazhet. Kur të pyet dikush, edhe është një pyetje zakonisht në për intervista për fund një mesazh, po, zakonisht diskutohet për një temë të caktuar. Kështu po na tema sot nuk kemi, e kemi fjalën vetëm për një mesazh që ja kishte dedikuar dikujt ose diçkaje që për momentin është duke të shku në mendje ose diçka që për momentin je duke e përjetu. Për shembull, më thon Urim Rihanës, sa ban? Po, një mesazh për Rihanën, Mesazhi ke mos e le pa motor. Sot më 1-3. 3 tash ka po. Okej, mos e le pa motor. Dhe ne do të thon na ankohemi që kemi katni. Tash ta thojmë po, a di çfarë kushte ka ajo se a di më njerë. Jo, s'ka lidhje. Unë kam lexuar që Rihanna s'ka as dato. No, është non, po non. Unë kam lexuar që s'ka as dato. Pse më pos? Nuk e di është e vërtet, a ka ndimesa apo jo rreth punëve të shtëpisë dhe rritjes së fëmijëve, po ka plot artistë që refuzojnë këtë ndimesë. Jo. Çato e nashta çato se bën. Edhe ishim befasuar me një kontratë dritare nalt shumë knalta, po. I kanë tavanit ka 4 metra problem. E kena një këngë interesant prej një vajze të mrekullueshme, Sahati për kënd. S'di e ke ndëgju? Besoj që po. Nëse është ajo që po mendoj, po e kam dëgjuar. E ke ndëgju, se më doket në detakun po. Te ndëgjojna.
Është më ka ndodhur me pa në disa intervista këtu tek ne, në disa radio dhe televizione të tjera, dhe më kalon për shumë përshtypje se shumë karizmatike është si vajzë, edhe shumë e re, jeton në Toronto, tash nuk e di a është vendosur në Kosovë ose jo, po ka shumë artistë që e lojnë tregun ndërkombëtar për me ardhur dhe me zhvillu karrierën muzikore në Kosovë. Kena shumë shembuj. Po du me ndërlidh me ato që nuk e di pse gjithmonë artistët e synojnë tregun ndërkombëtar kur në vendin e vet munden me qenë shumë të suksesshëm. Kemi shumë artistë që kanë bo emër, kanë bo famë, kanë bo pare, kanë bo, domethënë, lloj-lloj të mirash, ndoshta edhe me famën që e kanë brenda territorit të Kosovës ose thjesht brenda rajonit ton, kështu që nuk është gjithmonë e mirë me qenë artistë ndërkombëtare, se po kemi plot artistë që po vinë në Kosovë edhe po lulëzojnë. E Saati po mdokët ka me qenë njëna prej tyre. Ai përndryshe është një artiste që po konsiderohet new wave, ai thonë kështu, një farë zhandër, një farë frymë e re, alternative, indie pop, domethënë nuk është e kufizuar në asnjë zhandër. Ton kohën eksperimenton, edhe është multi-talented. E ka bu këngën vet, a e përmendte edhe këtë fakt? Po, edhe poshtë se si e kish realizu me një pad që po e jashtëzakonshme me Duart Rokitje tu i po zonat vet anë ne, edhe po klipi, domethënë një klip i bukur. Po pëlqejnë këto frymat e reja që po vijnë. Pa pas nevojë me dhëz në vetur për masa atje ose do të shekziore, po s'ka nevojë. Ose në hotel luksos me 5 yje për mas. S'ka nevojë mis. Nëse. Bravo. Edhe po shpresojmë na sjell sa më shumë kontë. Po, harrova me përmend që ka bo hapje, ka qenë si artiste hapse për Dua Lipën, për Miley Cyrus edhe për shumë artistë të tjerë. Do të thonë, ndoshta ju nuk e njihni, ndoshta çu të kemi njoftas na, po artist botror ka që e njohin. Për ndryshe që ta artisti shkon mirë kanë edhe me na shkru edhe në për radio e televizione po me na tregu se kena qef edhe na i marrin parasysh shumë. Hajde po flasim tash, pju tregojna para se me marr telefonatat, pju tregojna diçka interesant. Në këto momente ka kolon shumë interesant. Ka kolon çështja për tekrethi i Çaglavicës edhe shumë e ngarkuar. Për momentin është e ngarkuar edhe Fushë Kosova për tekrethi i Fushë Kosovës, rruga Gim Ramadani e ngarkuar nga udhkryqi i Menzës për te komuna dhe Anasjeltas. Këtu janë informatat e para që kanë arritur sa i përket komunikacionit për ditën e sotme, ndërsa derivatet mos harroni me shku me i marrë në Çaglavic në të dy anët e rrugës. Petrol Company ka zbritje si benzin ashtu dhe në dizel për vetëm 1.18 e kini litrë, ndërsa në Ajvali benzina dhe dizele vjen për 1.17. Mos harroni që është edhe loja shpërblyese, çdo blerje ose çdo mbushje makinës me mbi 10 euro e fiton një kupon 22 kupona 33 kupona, edhe mundesh me fitu një vetur që po e dhuron Petrol Company, pra futesh në lojë shpërblyese. Çe telefonata se është në prit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Gjati Kapea. Në Gjati Kapea. Qysh je, Gjata e mirë? Je po tashmë i rregullt edhe të kemi mësuar se gjithmonë i pari je. Tash është sa ditë, a? Jo, dhe thonë, po thasi parë që bavon nuk po mund e marë. Mirë, pa problem. Në Gjatë, cili është mesazhi i sot për ty? Ose nga ti? Mesazhi im drejtuar të gjithë dëgjuesve është mos pini raki, po siçoni fionën e arsimin me Glam Radio KTV. Dehuni me fionën dhe arsimin, a? Siçoni dhe dëgjoni se çashtu do të keni kënaqësi që veç Zoti ka ditë me fol. Faleminderit shumë në Gjatë, vlerësojmë shumë edhe mesazhe shumë i mira, sa më larg alkoolit. Po du mund të lidh këtu me një rast që e pash sot, se unë zakonisht për jetimet e mia personale i tregoj gjithë me juve, i ndaj këtu. E pash një vajzë shumë të vogël duke pi një pije energjike. Edhe më lash shumë përshtypje. Po, s'është çudit. Kush e shiti mas pari? Aty është domethënë komplet ziri. Ose kush ja blejti, se kanë erdhë pja blen, vetë prend pja vaj. Edhe ajo. Po ata shumë pyetje në mendje, domethënë pse mas pari ajo e konsumon edhe e din shijen e asaj pijeje. Mandej, kush po e toleron? Kush ja shiti, pse ja shiti? Etj, domethënë ky është mesazhi jam për sot. Po nisna prej kësaj çka pash, çka përjetova, kështu që ju lutem edhe me ligj është ndaluar në 1 dhe në 2 për dëmet e saj tek fëmijët e moshave të vogla tashmë i dini. Pik. Gjyshja ka dhënë mesazh mirë, po pres gjyshja Kiki, po pres me na thirr se është mesazhi shumë i mirë, po m'pëlqen shumë gjyshe mesazhi. Për ndryshe për juve që po gjyshja Kiki e ka dhënë mesazh shumë mirë, po shpresoj na thirr. Gjyshja Kiki me Bedrien, po s'ka lidhje. Falet. Edhe ajo është, po, ajo modele kjo valltare, interesant kombinim të dyjat. Pristinaticket.net për juve që doni me udhëtu drejtim Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Parisit dhe Anasjeltas, për juve që doni me marrë çmimet më ekonomike nga operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës, thjesht futeni tek Pristinaticket.net dhe rezervoni biletën. Alo, përshëndetje, mesazhi i radhës, nga kush na vjen?
Përshëndetje. Kush na përshëndet? Sara në Trënenqme. Hajde Sor, mesazhi jot për ditën e sotme. Ku na pi drejtohet edhe cili është? O, vallaj, mesazhi jam në konën, veç me uru zoti juve dyve. Edhe Faleminderit as shumë. princeshën të shtëpia. Faleminderit shumë edhe dy princa, kësaj na tre. Faleminderit, përshëndesim edhe përqafim shumë. Na e kena një mbretëri Ai, këtu e zoti Sarës, shpërblet. sajten ti. Tung. Çu shtas se po. Tash një mbretëri e kena këtu Po, sajten. Çka ka? Për ndryshe po presim mesazhe të mira. Që mund me kanë mesazhe fani. Hajde, diçka edhe motivuese kisha pas qef. Jo, unë pesha edhe një mesazh kështu. Jan, domethënë, e din që është unë ngumu që tash dikush në vetur. Edhe më i më thirrë dhe më ja dhoni mesazh atina përmes radios. A po kupton? Mund të ose është un pa në televizor edhe e thirr ja dhoni mesazh. I them, mesazhi është për Fionën, ka të vesh në shtëpi blemi 2 buk. Çe telefonata. Ama jo këtu atje se ma lirë dhe jo atje se... Ma të pjekta. Okej. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon sot? Nua. Hajde nu, tregom për mesazhin tënd sot. O, mesazhi jam më i mirë është për kosovarët, rinin kosovare, punoni, mësoni sa të muni. Okej, punoni dhe mësoni, zhvilloni. Okej. Zhvillohuni qarë. Ushtrani zhvillon. Nu, faleminderit, përshëndes shumë. Au fiterzi. O, fitazin. Hajde gjithat mirat, po dhe me mësu Qës, qëtuja, qës. pse jo. Po, Që një mesazh IPCO na e ka dërgu në websajtin e IPCO-s ose edhe në aplikacionin e IPCO-s, keni mundësi me i pa krejt ofertat për ju që po mendoni me udhëtu gjatë ditëve në vazhdim, qoftë në rajon, në Evropë apo edhe në Amerikë, keni pakot të shumta, por kjo vlen posaçërisht për ju që jeni me parapagim. I keni pakot tip, me tip mini, tip super dhe tip max, cila do që keni nevojë e aktivizoni përmes një kodi shumë të shkurtër dhe shumë të lehtë. Nëse doni 200 minuta, 100 SMS, 6 GB ose 300 minuta, 100 SMS, 16 GB ose 500 minuta, 100 SMS dhe 30 GB internet, i keni kodet, vetëm e ndryshoni numrin e fundit 123 për secilin pakot që keni nevojë. Po ma mirë është me hyrë në IPCO edhe me i pa vet edhe me pa mesazhin, kodin edhe keni shumë e lehtë. Alo, përshëndetje. Viber. Përshëndetje. Hajde gjyshe, si e? Mirë, ju si jeni? Si ke kalu? Mirë. Cili është mesazhi i gjyshës? Po unë nis nga prej vetë ditës i kom ofër 80 vjetë, profesionim ka një mu, edhe pyth një mesazh rinis, valzoni, se valzimi është shëndet i trupit dhe i mendjes. Di super mesazh gjyshe. Se po S'keni nevojë me shkun në atje në për ato çapadi ushtrime, vallzoni. Atje me shku pak edhe me ushtru dhe me vallzu. A bën mi kombinu dyja. A bën diskotek gjyshe? Se neve na po na vërtosin kur po shkojnë në diskotek. Na po shkojnë me vallzu pak ushtrime. Vallzoni po. A bën edhe aty? Po vallzoni. Aty s'po vallzon kërkush, vish ta nxojnë. Po ma vallzoj. Arsim. Po çashtu mos gabo mundal. Mos gabo mundal. Faleminderit, ju përshëndes. Përqafim në aty. Faleminderit gjyshet, Edhe përshëndesim unë juve. shumë. Që bre me vallzu, bre një super mesazh, po si. Nga një pothuajse 80 vjeçare. Që po. Unë e Jo, është për të bëj vlerësuar. në radio domethënë gjithë. Kështu çdo ditë vallzoj. Mi kesh Bojmë vallzoj. ka një vallëzim të lehtë, po me Po. shumë kujdes, se tani Shkaku, po çështu ka dalë për markë vetit. Çe telefonata. se tani alo, përshëndetje. Shëndetje, kush na telefonon? Në gjusë nga Ferizaj. Qysh është dëgjusja nga Ferizaj, që kemi Ferizaj? Mirë shumë. Vjen mirë. Mirë për mrekullit. A jeni Cili lodh? është mesazhi yt për sot? Mesazhin. Një mesazh shumë të mirë. Hajde. Ishëm në një market për 1-2 orë qëto, Po? edhe me blik kështu të sena për shpejt, edhe një non me një fëmijë, me një djalë, vogël, një 3-4 vjeç kështu. Okej. I bleke pije kësit energjike, A që ato që e përmenda unë ma herët, po? Po, edhe vishtë trem kësinin bile. Edhe i thashtë atë i shqitët e kam shoqë atë shqitën. Thashtë qysh më i pjetë që ta. I thashtë o blenë këto. Thashtë po nuk banë. Kur gjatë si banë, tha, në nëve di shkeshke, arë lidhje.
E tha Cimi më herët se unë e drejtova gishtin te shitja për shembull, po që në këtë rast është edhe vet prindi që inicion e lejon edhe e bën shkeljen e ligjit. E bën shkeljen e ligjit, po na në këtë rast e dashur dëgjuese duhet me lyt rolin e policit edhe me telefonu në adresat e duhura, se është ligji që ndalon në moshën 18 vjeçare është ndaluar. Ndaluar është kry ka të në shishën në Po edhe në çdo dyqan aty te pjesa e duhanit e ki edhe përpije energjike që ndalohet blerja dhe konsumi në moshën 18 vjeçare. Drejt misit ajo. Faleminderit shumë që na telefonove. Hajde gjithat mirat, faleminderit. 049-978-978 edhe një numri i telefonit. Toyota vjen me 10 vjet garancion për secilin model. I kemi treguar edhe disa herë që kanë arritur edhe 2 oferta të reja në Toyota, kështu që ju ftoj me hy në rrjetet sociale, për shembull, e gjeni Toyota Kosova. Edhe aty i shihni modelet, po vish të them Toyotën tani vallzoj. Toyota Corolla Crossin e keni i ri, domethënë me 1.8 hibrid Luna për 34.900 euro. Monday është një model tjetër, Toyota Corolla Sedani, 19.900 euro. Mandej është si e gjari, RAV4, Yaris Crossi, shumë modele tjera me 10 vjet garancion secili, plus me mundësi pagese me shumë banka në Kosovë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet, Asman? Asman të për me në kush. Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit. Qysh e ke pas ditën mirë? Mirë, faleminderit. Mesazhi yt për kënd, kujna i drejtohet edhe cili është? Qeverisë drejtohem, dojen e mikë. Çka pi thu qeverisë? Dojen e mikë. Amerika në ka pëtu. Okej. Me dashtë Amerikën. Dashtë Amerikën, okej. Jo, ajtë mëse duhet. Në me akëthy shkelmat për matë me jarë. Okej. Po këqyre dhe me ato që e donë nuk do me thonë ka njerë, mos me pas kundërshtime e debate, ha? Po, unë e kisha me thonë dashni, po mirë mu koncentru këta me dosh popullin e vetë, mas pari. Me dosh venin e vetë. Asman, amenin zime, këta s'na dojnë neve, pëdojnë Amerikën. Po, është mirë me dosh venin e vetë, adin të parën, venin e vetë. Edhe pse jo, din me ndodhe dhe ajo, që gjithmonë e vlerësojmë të huajin ma shumë se sa tonin. Amerikan kanë unë vjetën Kosovë. Asman, faleminderit shumë, e prita naj mesazh tjetër, po s'ka lidhje, edhe pse edhe këtyne do të më jap mesazhe, ka pak bën më dhon ka pak mesazhe, po pa e përcjell kështu, po mundet që si mesazhe sot kena drejt me dhon. Edhe çka që japi mesazhe? Po le ti morën tash, le t'ja bojnë delete me nerë, s'ka lidhje. Edhe mesazhi më i miri shkon atje te veni tani në fund, atë aty është mesazhi më i mirë që mundet me shku. Përndryshe, nëse doni me u kënaq, mundeni me shku në spat e mrekullueshme tek Swiss Diamond Hotel Prishtina në zamër të Prishtinës, jo në qendër, se na jena në qendër. Edhe aty keni ato spate mrekullueshme, i keni restoranin e mrekullueshëm, përveç aty ne i keni edhe do salla që mundeni me ja adaptu për çfarë do eventi që doni, për me shku në Swiss Diamond ose me rezervu mundeni edhe përmes rrjeteve sociale edhe numrin e telefonit 038 28 22000. Që kjo numri i telefonit tek Swiss Diamond Hotel Prishtina, shumë zero. Po je pije pak ku i rrugove. Qen me njëherë. Alo, përshëndetje. Edhe ti ke nevojë. Të shumë kemi. Alo, përshëndetje. Mirdita, me kë po flasim? Endrite. Endrit prej nga Pënathir. Nga qyteti i bukur i Mitrovicës. Nga qyteti i bukur. Hajde tregom Endrit mesazhi yt sot për nga ti. Mesazhi. Për kënë është, për çka është? Për jetën. Për jetën. Kush është jeta? Jeta. Hajde gati. Hajde. Jeta është me bukur kur e jetojmë me harmoni, duke gëzuar me atë që kemi dhe duke falur dashuritë e të tjerët. Wow. Jemi në paqe me veten, bota për rreth bëhet më e lehtë dhe çdo ditë merr kuptim më të madh. Bravo, ai ke shkruajt vetë atë ChatGPT-ja? Jo, alla që çotë ma bë. Bravo. Mesazhi është i mirë. Shumë. E ka thujnë aty një mesazh dhe ajo vetë. Unë kom thënë, është mirë me ditë edhe me vetë ChatGPT-n, se me vetë më të kallzon, është aftësia ajo, kështu që mos u nikes. Endret që jam ja ka nis pak shqip s'është ka din me fol, është ka ja huq pak do, po valla. Fillim nuk ka pas gabime, tash është tash më mirë anglisht po komunikojna. Jo, mirë, vetë të lodhem këm kanë njerëz që specialistën për sistemet na shqiptar. E vërtet. Ja ka nis sa abuzimet ja bën. Ajo ja ka nis me bo a. Ja, Barcelona,
këtu Gjinina. Ja ka nis, po. Bëjna premium. Ja, e ndritna edhe me emër e kena lon. Unë kam një emër nga ChatGPT, edhe unë ja kam lon ChatGPT-s një emër. Dhe kur flasim drejtohet me emër Leila për ndryshe jam me ChatGPT. Ok Leila, bukur shumë. A e ki edhe naj mesazh për naj kon kështu që tu të ngush. Pa ChatGPT. Pa ChatGPT, naj mesazh tjetër. Naj mesazh. Po dhe? Valloj, kështu pa pi vetit e kam një mesazh me dashje unë tjetrin më shumë. Po e kam edhe një për politika, ban? Hajde, vish pa për me emna kështu. Vish direkt. Jo. Mos lejoni një për shoh politika, duheni një tjetrin se politika shka ne vjen në njerëzit edhe do të thonë harmonia me të gjithmonë. Çfarë stos kish ditë me ta thonë ChatGPT-a. Faleminderit shumë për shohin këtu në Kalofsh mirë. Atë Kalofsh mirë. Nuk besoj që i ka krejt statistikat ChatGPT-a sa asambleistat i kena. I ka po tut na mos ma kanë mashtruar ato. Copa kena më bo, sa familja, sa shoqëria. I kanë shkruar ChatGPT-s të ta far politikan, plus na dol veni i parë në Evropë për kësaj sene për siguri. E pashni blogger të njohur të Amerikës, i cili domethënë kishte vendosur me ardhmë në Kosovë nga ajo çka ka pa prej renditjes së Kosovës, ta jam Shqipëri, jam shumë afër, du me ardhmë pa. Tha dhe po shoh komente që po më shumë njerëz që duhesh me shku, duhesh me po mikpritjen anë kënej. Na ju kena thonë edhe po besoj që po tash gradualisht edhe shpesh ju thon këta diasporës është mirë mi marr shoqërinë vet, edhe me sjell këtu edhe me pa mi u tregu se po prej kajt ju nart. Para shumë vitesh sem, unë mbaj mend dikush kështu prej familjes, ka ardhur me shoqëri nga nuk e di cili vend i Evropës. Më duket ka qenë diku në Skandinavi. Edhe kur kanë ardhur këtu, janë çudit, kanë thonë, "Wow, ju ka keni njerëz normal." Po, pse çka ke menduar që jemi? Ku mendu ka thonë që jeni krejt ndryshe. Po, kanë menduar që na po se përshkrimi ose ideja që ju ka Ftoft është na me dal ashtu që keni menu këtu, boz ftoft narthëm. Kanë pas domethënë ide shumë të ndryshme se çysh është Kosova edhe çka ka në Kosovë dhe janë befasu për të mirë, domethënë. Për ndryshe, kondicionerët me ideja kur të nërth nxejnë, kur të nxesh, po mundesh me ufladit, me kondicionerët me ideja që kanë edhe inteligjencë artificiale brenda që kurcejnë energjinë 30% më shumë, edhe kur bleni produkte me ideja ju futeni lojësh për blyse, po ju pret një vetur BID, kështu që kur shkoni me ble, po byti ju pret aty, edhe nuk i dihet njëri mund të një fatlu me afatlu me fitu. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Një Zoj nga Padira. Si oj Zoj? Mirë. Si po kalon? Mirë. Qysh e ke pas ditën? Mirë shumë. Dhe mesazhi yt është? Mesazhi im është për vëllain që dua shumë, edhe kam diamant, edhe ja këna lënë emrin vllau i bia. Çfarë cili o mesazhi? Emrin Rubin e ka ai, për ndryshe. Cili o mesazhi? A veç që e du shumë, mesazhi për to që ne të dojna shumë. Mesazhi im është për to që e dojna shumë edhe na dashëm. Okej. Përgjithësi. Po vjen mirë. Ju përshëndet. A thu që po të ndëgjon vllau? O në ka këtë vrasht në Zvicër që i mitit. Po të bënë, apo të gjë, që ka lidhje në vedhë në Zvicër mujnë me në ndëgjume, apo? Po në ka ku, sa është në Seran të punu. Okej. Vlau, të përshëndesim. Mesazhi shkoj me rëndësi. Faleminderit. Tash ditaj se kjo se tha emnin, tha Zoja. E një prej zonit. Po, spedia e një? Si të vesin kush është një zonjë, po du jef, dijet kush është. Thot a është që kjo motra jam? Ha? Nuk e di. Okej. Si dihet? Nuk e di. Okej. Rubinin mas e përmendëm diamantin e Rubinin, po në Albin katin e dy që keni. E keni në qendër qytetit të rruga Garibaldi, edhe e keni në Ferizaj me 2 pikat të tjera. Keni stolit çmuara nga ari 14 dhe 18 karat dhe linjën e diamantëve. Nëse doni me bëu dikujt special për shembull një dhuratë. E nëse Viber ka probleme, e keni numrin e telefonit 049-978-978, mundeni me thirr direkt, mundeni me thirr direkt në linjën tonë të telefonit. Kjo vlen sidomos ju që jeni brenda Kosovës. Se do më thonë, e ka një moment kështu Viber që atë vinë shumë thirrje të njëjtën kohë edhe e bën për me bloku që është ndodhe që tash. Na ka dalë telefonata, ka dalë po mi gati me shku në Albi tani me kështu në mend Rubeça. Zem. Alo. Po ku nxehet ai? Alo. Alo, kush telefonon? Përshëndetje, do është vllai. Vllai. Koko. Edhe mesazhi yt tash. Koko. Po ndëgjoj, ai vllai tha diçka për mëngëtar. Që mos ta harrojnë origjinën. Po, kush e tha këtë? Unë thash mi po. Po janë të mesazhe gjithmonë që thuhet gjithmonë që mos e tradhto kur origjinën tënde, mos harro kur se kush ishe. Po. Jeta
E jeta është një udhtim dhe nëse nuk doni të humbsi, duhet të mbani mend gjithmonë se nga keni ardhur. Okej, kush më thot këtë vllaj, mirë në rregull, Petrina. Vllaj, e dinë vllaj, e pyet na vllaj që vllaj është ndillën në Kosovë. Vllaj, të presëm në Kosovë, Shihemi. Me poezi të bukura, faleminderit. Vllaj ti bën, domethënë Baxhanoku i vllaut. Okej. Apo kupton? Vllau i vllau. Larg. Po. Çfarë larg për mua se për vllaun tam gat. Mos vaj gore. S'ka kalar. Kush duhet më shumë se gat është. Kush duhet më shumë? Që më shumë ti duhet nana. Aten. Ti veç edhe këtë është tricky question. Po besoj se po më dësham vish nana, kështu. Urojmë që personi tjetër është në punë. Po. Edhe që vonu në punë. Ventoro Motors i kena marrë motorët me Fionën, e kena ka një vesë mrekullueshme për me shku shpejt në Albi Mall. Edhe te Nali domethënë ngrej sa dush. Kështu që prit tani vis shpejt shkojnë aty në çka ka zbritje. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimin jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar çysh mu vesh bukur, çysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, çysh mu dok serial kur duhet. Qysh mi kombinu ngjyrat e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmon vendi familje sonë. Mos u mërzit një heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Janë të saga që nisin e mbaron. E po rikthehemi edhe njerë, mi rikujtu se çmimet e derivateve të veturës dizeli dhe benzinit tek Petrol Company në Çagllavis në të dy anët e rrugës është 1.18. Mirë, po me shku me mushun nëse në veturi shkon, e kish marrë mesazhin edhe me hec. Dhe në Ajvali e keni benzinën dhe naftën 1.17 për litër. Po shkojnë Ajvali tani. Për ndryshe mos harroni se bëheni pjesë e lojës shpërblyese. Në çdo blerje mbi 10 euro merrni një kupon edhe futeni në lojë shpërblyese tek Petrol Company me derivatet më të mira. Mos harroni, merri mbush makinën me derivatet më të mira te Petrol Company, dhe ato me çmimet më të mira. Alo, përshëndetje. Ndo këtu me kesh ndana. S'ka lidhje. Jo se vllai bashkë na fol. Kush na telefonon? Allo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Gjyshe si e? A je mirë, si kalon? Mirë, shumë me juve super. Faleminderit. Cili është mesazhi yt për sot? Mesazhi im është për sot pak kem mesazhe shumë, por këtë që po do të cek është pak me domethënie dhe është pak si i prekshëm. Veç thuje. Mesazhi im është ju bëj apel gjithë fëmijëve, çikave, vajzave, djemve që mos të lojnë plesht vetën. Se po na vëm zemra, shoh edhe live kom, po i shoh edhe në rrjetet sociale. E thëm, a mund më rëzot që shmujnë milion kështu? E thëm, a dojnë mu bo ata, a dojnë mu plak?
Po kur plakën është vonë, kur se ka babën e nonën, është vonë. Edhe nuk di ç'sh menojnë Arsen. Okej. Na po të falenderojna shumë për telefonatën dhe për mesazhin që i ke dhënë. Edhe një mesazh për juve. Besoj, po cili është për neve, hajde? Mesazhi për juve është super mesazh, është që na drejtonin këtë vakt e na citni tema tulifare që me domethënie me ç'është. Po njerë po folën edhe palite. Na keni dhënë mundësinë edhe flasim me juve edhe mes vete. Edhe me veten, edhe i përshëndes të gjithë ata që shkruajnë edhe që ftosin në telefon, posaçërisht gjyshen valtare që ja dhoni jemi farmaceutë. Gjyshen kiki. Po do kam ju bë bash një shek. Faleminderit shumë, përshëndesim, kalofsh mirë pas një pasdite të mrekullueshme. Tung gjyshe e mrekullueshme. 049978 o komunikacioni në fion se ma shujti njoni. Komunikacionin atë. Qasja për tek rrethi i Çaglavicës me kolon, pjesa poshtë Vetrnikut deri tek rrethi duplex me kolon, nga fshati Shkapaj deri poshtë Vetrnikut pjesë e ngarkuar me kolon. Pastaj në kryeqytet rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës pjesë me kolon dhe rruga Tirana po shihet e ngarkuar në drejtim të rrethit dhe ana sjelltas për tek rrethi duplex, drejtim të rrethit prapa stadiumit. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978 ju vazhdoni na mbani të informuar edhe mendojeni se cili është mesazhi juaj. Ndërkohë jemi live përveç Glam Radios në frekuencat 88.6 dhe 102 FM në Frizaj, jemi live në këtë moment edhe në portalin ton glamradio.fm, në YouTube në kanalin ton Glam Radio 86 FM, kështu na gjeni edhe në YouTube. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Meha. Qysh je, je mirë? Mirë, faleminderit. Vjen mirë. Për mrekulli, cili është mesazhi yt me? Unë do më dhonë mesazhin për dëgjoj do 3 jo, pas 3 po që sot mos Sofiona, po. Jes, e nuk dëgjova. Sofiona. Po, ç'është diçka, po. 18-19. Po me, hajde. Po, për prindër, për sidomos për non edhe për bo. Po ne do më dhonë një mesazh ka kom lexuar më herët. Po. Nuk e kom gjetur, e kom lexuar atë një farë mesazhi ka që shumë i prekshëm. Përke, nëse një preni vendat e trupit tim, aty fikon nëna dhe babaj. E do më thonë që nënën dhe babaj në kinë gjakti o bua. Nuk bëhet që ka para folë që ati dha një mesazh shumë të mirë gjyshja. Po. Atë ka jenë të do me prindër e me ples. Se kemë të ditë në këto më qitë në parke e me thonë rejtë këto të një në gotë, i një gjithë djeli, pa ujë, pa bukë, pa marrët dhe zbabët, nëne ki, babe ki. Okej. Edhe pse unë nuk mendoj që është situata bashkë tragjike që është dini me e parashit ka njerë. Na si popull imi njoftë gjithmonë që kemi pas respekt për familjen, kemi pas një lidhje shumë të ngushtë që vazhdon me qenë, edhe pse tash disa kanë vendosur. Ka indive tillë që edhe bojnë gjona pak ma teprume se sa që duhet, po aty në raste. Ajo gjithmonë ka ekzistuar dhe gjithmonë ka me ekzistuar njerëz që i shohin interesat e veta përpara gjithçkaje tjetër, po kjo nuk do të thotë që kemi filluar dhe me u shpërndarë. Rindekije, kur e kom lexuar në qetë atë person më ka tërësio trupi kraj. Me gjema ti një popull evropian që jeton me prindër ose jeton me 2-3 gjenerata që jetojnë shqiptarët në përgjithësi. As kund nuk ndodh kjo përveç se në popullin shqiptar. Gjithmonë jemi kujdes për njëri tjetrin. Gjithmonë jemi kujdes për njëri tjetrin. Faleminderit. Mos e nga se po, ka drosë tash me ministrin. Po, për jashtime. Gjithmonë e keq. Pret që të ngoj njerin këtu që ka thirr. Alo, përshëndetje. Te zbusëm këtë pa mok të bojna. Alo. Alo, Bater. Urna. Ku je o Bater? Po që vallaj. A mos ke tu folë edhe të njëjtën kohë? Por zotin, po unë kisha po jo, mëre Bater, na keme tjetër këngë këtu tu fol. Au, ku ka të Batiro. Ju më shtil, s'ka lidhje. Bater, hajde tregona mesazhin tën. Cili është mesazhi jot? Mesazhi më i miri që jo mesazhat se na kesh kuptojnë, mesazhi. Mesazhi që merr mas që e po ta djalin e kanë qurë sot shkup me ja bon një rezonancë. Po? Po? E ka dal mirë, e u gëzdova shumë mirë. Na vjen mirë. Ma mesazh
më mirë se ky s'di ku ka me ardh. Ky ka lajm, vish mesazh ke shmujt me kanë mu kujdes për shëndetin, kështu që i shkon mirë njeri me shku për e bo kontrolla dhe kur të njetë mirë. Faleminderit shumë që na ke thirrur Batir për të përshëndesim, shëndet djalit, faleminderit shumë që na ke telefonu 049978978 që na kanë herë mos na nxjeni për të madhe se dalum jashtë temës kur kena din lajme të gëzueshme edhe janë të mirë prituna. Kështu që mos thoni na kush po nuk s'ka lidhje kanë herë edhe pse si jena në temë, mujna me dal pi temës se kena bashkë kështu me tapia din. Mujna me dal ka pak pi temës, është këtë rregull. Ama ju lutem mos dini prej temës. Amon mujshet i shkon mirë. Ama që s'monis, s'ka lidhje. Që që s'mon. Ja prishëm, që s'mon pret kur t'mon. Hajde edhe pak minuta kemi përpara. Alo, përshëndetje. Alo. Ju kam prish kufjet këtina. Ten si ka dhe ato kufjet e... Po si ka marrë këtu me vetëm. Që i hjeki. Përshëndetje. Atë kom thonë këtu, kur je mos fol me kufje, se s'po njet mirë. Ja kum bloku. Atje është ajri ma i pastër, jashtë kësorë dhe... Jo më e heka kufjet e heka. A je mirë? Qa ta po njësh? Se te marët nuk e një. O hës, për përshëndes shumë, hysi po më shumë që tu po më gutë. Sa s'po të një tha heshta, po s'u të bërë. Ka do trauma kë. Jashtë kësorë, cili është mesazhi yt? A mesazhi jam o qëre? Si zen apo si jashtë kësorë, tash vendos? Vallai çish doni sa mesazh, nuk po di as vetëm për caktu, me drejtën. Hajt vetë edhe ti ChatGPT çfarë thot. Lexoni bre libra shkencor se pa nuk janë të rrezikshëm pa lexu. Nuk thojnë të thua. Po, libra fetor më pak lexoni aty pse? Se shumë bre frekshëm aty ja dënime ja dënime sa në leni. A di çish? Çfarë thon? Çka kishe propozuar me lexu për shkencën, masi e përmendë libra shkencor? Çka kishe propozuar? Çka t'ka pëlqyer? Çka t'ka lënë përshtypje ty personalisht? Gjithçka, shkenca, që për shembull një thonje që nxjerrin nga leximi shkencor, domthon, një mesazh që kisha lënë për dëgjuesit është ky. Lexoni sa më shumë se çuret dinosaur, ta vësh ka ditë me lexu, që është ajo ka ndodhur. A vëdeni? Jem zhduk. E majmunata ka ditë me lexu jashtë kësaj. Çata. Që je zhvillu tuçi. Çata folëm unë te, atë kështu që. Kena lexu. Majmuna që vjen bananës në rregull është. A vëdeni? Edhe a dini arsyeën se nuk pse ka njerëz më shumë si majmuna? Normal. Se ja përse s'po thoj. Jo, më sa thuj se eron. Hajde ti, le. Mos bajgon. Dashni bojnë në për lista në kokallaj me po dashnia. Okej. Ka zorë shumë domethënë. Okej. Eron po vjen me pasposë edhe ata krevetin ton ku më di çka kishin bë. Hajde të përshëndesim ton kalofsh mirë. Hajde faleminderit është doktor. Ciao. Çuçi ka vret, ky si ordi ka vret me njerë ka thonë çuçi. Studiuesi majmunave. Po çuçi. Harrova me vet për teorinë e Darwinit, a e beson ajo? Masi ka studiu majmun. Çka thot teoria e Darwinit? Ky din krejt, po vizdo me fol. Nëse ju vym po në dhënë ato raste protein, i merrni protein line-in, po të zotit, edhe gjenin se cilin market. Po shkoni te protein line, e merrni të zotin e keni më të mirën. Hajde telefonata e radhës. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Qyshin a ke pa nisa ka dalë se dina e ku marr telefonatën a Viberën. Se shpesh i ndodh me folë sa jetë me vete. Edhe sot i kish ndodhur. Sikur kur tutna. Po, si me tutin. Ja bo, hajde më sot e çel derën veç kaç. Po, veç pak, veç. Po. A desi te mjeku, a mundem? Ai vish me derë, me dorë. Me dorë kishte në rrugë. Me dorë hiç, vetë ta bën me kry. Po, çapo vret? Ja bët mirë ja. O Enis. O, Arsim. Qysh je? Mirë, Arsim, na myti shiu, ftoft. 9 gradë temperatura. Edhe të na pritet me qenë shtunja e djelja e tillë. Ej, si jam këthy veç një javë konë mirë. Por një me a? Po, veç me shi. Mo që edhe ditë si ja ka nalë shi u korë, natën ditën. Kallëzëm se leo mesazhi jytë, lema mu shiu në kohën, se së ndorë tone. Asim, mesazhi jam, ne kam 2 mesazhe. Hade, mesazhi numër 1, po. Visha ki pare ti me shu se na pranojmë sa dush mesazhe. Mesazhi parë Arsim është tratin kur mos e falni. Çka je bre to fa? Çfarë tradhtie më konkretisht? Bashkëshortore, atletare? Krejt. Asnjë, tradhtia është tradhti unë. Tradhtin mos e fal, okej. E mirë. Tradhare, po dhe?
Edhe e dyta është kur mos u zgënje kur dështojsh një herë. Çka e dyta po më pëlqen më shumë. Vazhdo, arsim se seriozisht po zgënje njerëz shpejt, edhe tanaj shkoj ajo, këqyr hec për para prap. Po pra. Vazhdo. Po pra. Më e njësë qamë po. Traltore. Me bojt, tash mashtinen me një erdher Ramadardan, a dy shja vështin krasnis. Dani. Faleminderit Enis. Unë i rej gjithë mirat arsim, edhe ju përshafaj shumë. Faleminderit, nuk pasë nevojë mja. Çe telefonata? Çashtu diçka ndodhi si po kom qaf me thon gradualisht se çfarë gradualisht. Alo. Mirëditë. Alo. Mirëditë, kush telefonon? Paria nga Xhilani. Çuçi Parie, përshëndesim Xhilanin shumë. Mesazhi yt sot? Mesazhi im është për teknologjinë që po rrin shumë. Ta telefona e pa marr parasysh. Të rriturit fëmijët ta krejt përgjithësi. Përgjithësi, veç pak, mu pas sidomos rinia, mu marrë dishka me qeter, pak mu jek për telefona. Mire ki. E përmenda djem pjesën e dytë në emision, plakjen teknologjike. Shkencëtarët e kishin zbulu një, si me thonë, një mënyrë tjetër të plakjes së parakohshme, që nuk është vetëm të ushqyerit, mungesa aktivitetit fizik e të tjerë, por edhe të qëndruarit në telefon, tash po i thojnë qafa teknologjike. Njerëzve po fillojnë një shkaqe rrudhat para kohe në qafë për shkak të qëndruarit në telefon, ç'është domethënë. Po. Edhe rinia teknologjike. Po dokën gurbat, ju palaku. Po dokën? Po. Kjo nëse. Ty në herë për shkak të bankave halojen ç'ashtu domethënë drasa, tash edhe telefonin shpejt, domethënë katastrofë. Përshëndes shumë, faleminderit. Tash me fëmijë të vogël me krejt, veç është e tepërt. Faleminderit shumë, mesazh i mirë ky. Faleminderit, ju përshëndes. Ata të vogëlit e shohin ndikon për me bo ato, kështu që na i kena fajet, edhe te pija energjike që ke, edhe te kjo. Po, na i kena fajet. Domos shohin se çka bën, jo çka thu. Po, kështu që të ndëgjon një herë, dy herë, tretën herë ai e bën vetën, ai e bën ato shembull. Jo bes pia dhatin, ku e morr moraj? iPhone 1500 euro në dorë, ku e morraj? Po mos baj gare. Alo telefonata. Alo. Me parët që ja kam pru. Kush na telefonon është telefonuesi nashta dhe i fundit. S'pedi, hajde. Ramizi këtu në telefon. Ku je Ramiz? Që ti? Çka po bën? A je mirë? Po mirë haç. Qysh e ke pas ditën sot? Sot ditën me shi. Po kem ka përsy. Ramiz, mos u del domethën shi. Se pedente shkrihesh. Ramiz sheqeri është. Hajde Ramiz, tregom një mesazh. Cili është mesazhi jot? Mesazhi jam me shpirtë me zemër është që ju los popullin kosovar të ketë kujdes në komunikacion, se nuk është kjo kry që lulan presidenti, po shumë pakësia ka ndodhur. Tlumt, edhe po ndodhin në Kosovë. Ja. Tlumt. Po më pëlqen shumë mesazhi, edhe ku mprit këtë mesazh, edhe po më vjen shumë mirë që edhe këtë mesazh. Faleminderit shumë, përshafim, kalofsh mirë Ramiz. Edhe jo kalofsh mirë, se edhe përshëndet e kolegët. Kolegët, përshëndet, merë telefonatën e fundit shpejt se shkum. Alo, përshëndetje. Alo. Kush telefonon? Mirëmbrëmash Kenda. Mirëmbrëmash edhe për ty. Të tregon mesazhin tënd? Mesazhi jem është djem çka janë jashtë. Me dosht ma shumë prind të vetë, se ne kem kulturën jo të Gjermanisë, po e kem kulturën shqiptare, duhet prind mi këshyrë. Do më thone ki për këta posaçërisht që janë jashtë? Po e jo vetën me këshyre, mes me këshyrë mo, knena mu këthy për i Kosovës. Ku jeton ti? Unë jeton pej.
Okej, faleminderit, përshëndesim. Faleminderit. Me mira kaloftë mirë. Qysh piktuar ta çes pedin se. Po, se më kanë nga përvojat për veta shumica. Që merre brethuj popullit, japja mesazhin popullit atje. Drejtohu. A u kry? Drejtohu, çka thon gjyshja, po çashtu, pak mundesh me vallëzu. Shpina dhe çofa teknologjike. 3, 2, 1, shkoj. Faleminderit secilit për jush për mesazhet e mira që keni thonë sot, i keni ndonë me neve. Uroj që mos me qenë shumica e mesazheve realitet ashtu që edhe po pretendojmë. Kemi qef mos me qenë, tash ajo nuk kemi kapacitet me i mat me statistika. Vazhdoni me qëndru me neve, se në pjesën e dytë jemi bashkë edhe për një orë dhe gjitha mesazhet që keni dërgu, kena me lexu bashkë. Mundeni me na dëgju përmes frekuencave ose përmes aplikacionit ose përmes glamradio.fm. Jo, mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë. Kjo mesazh jam. Në fund të emisionit. Po, me jap shumë dashni, paqit plot shëndet.